Dhe faktorët e jashtëm gjithmonë janë lidhur me ndryshimet kulturore ose shoqërore, por të gjitha kontakte gjysore, ka qenë ajo qasja që kam pasur unë te projekti në fjalë, që kontakte gjysore unë i shoh si zhvillime të jashtme, do me thonë me ndryshimin kulturor dhe shoqëror. Dhe kontakte gjysore me sferën gjermanishtëfolse janë pak specifike për shqiptarët, se nuk janë popull fshin tanët, edhe pse kanë qenë okupues 2 herë, por në periudha shumë të shkurtra që nuk mund këtë pasur atë ndikim që ka gjermanishtja në gjuhën tonë, dhe në kërkikim të këtyre faktorëve nga vjen dhe pse janë të ndikuara disa fusha, jo të gjëra, do me thonë përfundoj aty. Dhe ideja ishte që për të parë kontakte gjysore jo vetëm te migracioni vetë, do me thonë jashtë, që është e natyrshme, por ndikimin që sjellin këta migrant nëpërmjet një tipi specifik migracionit, atë gjatë projektit që nuk ka qenë vetëm në Kërçov, do me thonë në gjithë sferën shqiptare, për të përpilu pyetësorin, si ti quhen këta njerëz. Dhe kur bën atë, e dini këtë në ullëmtime empirike që bën një test të pyetësorit, gurbeqar kritikohej, migrant kritikohej, mërgjimtar kritikohej, do me thënë për çdo term që unë zgjidhja për pyetësorin kritikohej. Dhe unë jam rritur në Kërçov dhe jam rritur me atë gurbeqar pa, do me thënë, reflektuar mbi termin që përdorim ne. Dhe aty lindi ajo idea dhe